الصلاة والسلام الصلاة والسلام صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله Başımı önder peygamberin cennet kişi zanvend Faleylu mutem yerin Osmem da për cehennem Faleylu mutem yerin Osmem da për cehennem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala khairil anbiyai wal rusul wal mursalin Muhammad ibn Abdullahi as-Sadiq al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yawmiddin. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit, falënderimi i takon Allahut xhalla xhelaluhu për çdo mirësi që na ka dhënë, por i takon falënderimi Allahut xhalla xhelaluhu dhe për mirësinë më të madhe që na ka dhënë, Islamin, udhëzimin e tij. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu që na solli vullën e profetëve Muhammedin alayhis salam si mëshirë për të gjithë njerëzimin dhe plotësuesin e fesë së tij. Të nderuar miq dhe të ftuar, zonja dhe zotëri, të ftuar të pushtetit lokal. Është nder, por edhe përgjegjësi të flasësh për profetin e Allahut xhalla xhelaluhu Muhammedin alayhis salam. Ai është vula e profetëve. Me të Allahu xhalla xhelaluhu plotësoi mesazhin e tij hinor, udhëzimin e tij nga për njerëzimin. Muhamedi alayhis salam është pishtari ndriçues, është ai i cili tregon me dritën e tij nga Allahu, tregon udhëzimin njerëzve, kombeve në shekuj të ndryshëm. Shoqata visare ka nderin të organizojë këtë simpozium me temë Muhamedi alayhis salam, simboli i tolerancës dhe i unitetit. Sigurisht që fjalët më të mira janë fjalët e Allahut xhalla xhelaluhu, për cilat do të ftëm hoxhën e nderuar Sadat Mahmudaj i lexoj pra disa ajete të Kuranit të surës Ahzab. Jeni mirë për. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Sadaqallahu al-Adhim. Të nderuar miq, pas këtyre ajeteve që të shplohen dhe të ngrohen zemrën, kam nderin të ftoj hoxhën e nderuar Abdullah Shaqiri, i cili krahas detyrës së tij si hoxh dhe imam një xhamie në Shkup, është gjithashtu dhe ka dhe një talent të tij pra që është edhe këndues ilahish dhe shumë i njohur trevat tona me ilahit e tij. Ftojmë na përshëndesim e ilahit e tij. Assalamu alaikum. Përse lotin sirin tim, mos më pjeto vëllau im, zjate dorën fshije lotin, që të gjenë shpëtim. Zjate dorën fshije lotin, që të gjenë shpëtim. Fshehtësin e zemrësime nuk mund të mbuloj, syt e mi sot do të flasin, të lutem i kupto. Syt e mi sot do të flasin, të lutem i kupto. Jeta një shekull i shkurt, ëndra gënjeshtare, për fat kemi të bërtetan, që janë shtrirë në vare. Për fat kemi të bërtetan, që janë shtrirë në vare. Kush mendon se është i mirë, let kujtoj për te në shirë. Zoti e krijoi gjithësina, por më të urtë njerin. Zoti e krijoi gjithësina, por më të urtë njerin. Koha si kur lumi që rjedh me shpejtësi, afrohesh për tu freskuar, të merë në thellësi. Afrohesh për tu freskuar, të merë në thellësi. O ti që pason shejtanin, dëgjo këshillën time, kafsho gishtin shtrëngo dhëmbin, se je në mashtrime. Kafsho gishtin këslo dhëmbin, se je në mashtrime. Je i gjitur në mëkate, po thëret e zani, pastro zemrën e besimit, me urdhër Kur'ani. Pastro zemrën e besimit, me urdhër Kur'ani. Përse lotin syrin tim, mos më pjeto vëllau im, zjate
që të gjenë shpëtim. Zgjate dorën fshije lotim, që të gjenë shpëtim. Faleminderit. Kam deri nga nderoj të na prezantoj ku një ilahi të tjerë, njëri nga zërat më të dëgjuar të qytetit tonë, nga aktivistët më të zellshëm të Islamit që herët që kur hapen xhamit tonë në Shqipëri, hoxhën e nderuar Muharrem Liga. O zotnia I gjithë profitve, o Muhammed Mustafa, ti je ama e manive, për mi ty tjetër nuk ka. Ti je ai që kur të thirri Perëndia për tu pa, plot me mallni, tash drejtu mun, e t'ka thënë merhaba. Ti je ai që je nalsumun në 7 qelnat në Miraj, ti je ai që t'ka thumun me mallni ai ul Jalal. Ti je ai që Hazreti Ademi është lut për tu fal, tu nërmjetësu mallnin tënde, prej gabimi ai ka dal. Ti je ai që Hazreti Ibrahimi është lutun për ty, drita yte, zjarmin e fik, e në fresknia ti është thy. Ti je ai që Hazreti Musaja, dhe ky mallnushëm profit, mbrojtjen tënde, edhe ndihmën, ditë mahsherit ka me prit. Ti je ai që Hazreti Isaja, ardhjen tënde ka lajmëru, me shumë lëndë, cilësi tuja, plot bukuri ka tregu. Gjithë pejgamber edhe melek, krejt njerëzit sa që t'jenë, në flamurin tënd mallnushëm, nel me knajsi kanë me qenë. Mrekullit tuja si kanë mujt, gjithë poetnit e shkrimtart, nalësin tënde, s'mun ta përshkrujnë, ashtu si që është dietar. Gjinte insan krejtu mlelshin, edhe pemët lapsat jenë, s'mun ta përshkrujnë, krejtësisht ata, sa fuqi që të kenë. Mallnin tënde s'mun ta dikush, veç malli Perëndi, ban shefaat mi fajtorët, se ti vet je gjithë mirësi. Doktor Zakaria Bajrami, doktor I shkencave islame, teolog dhe ligjërues në xhamin Sultan Murad në Shkup, kam deri nga ligjëroj një ligjëratë me temën Profeti Muhammed, simbol I tolerancës dhe unitetit. Kam dëgjuar që këtu nga vaj, ai është shumë I njohur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in, wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah.
يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar vëllezër musliman shqiptar, falënderimi i takon Allahut Dhul Gjelal, ndërsa salatet edhe selamet, përshëndetjet e ngrohta nga thellësia e shpirtit ton, ja kushtojnë edukatorit ton suprem, pra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vjen në radhë që t'ju përshëndesim juve me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kam nderin që të jes para juve me të vërtet, sinqerisht, jam të jetë i kënaqur kur qëndroj para juve dhe të them sa fjalë për njeriun më të madh, për njeriun më të dashur, për njeriun më të ngritur që krijoi Allahu Dhul Gjelal dhe që pa kinën qiell e ai është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të flitet për këtë personalitet duhet të jetë dikush tjetër e jo Zekria Bajrami, nga se Zekria Bajrami është shumë i vogël që të thot diçka për këtë njeri, nga se këtë njeri e ka ngritur lart vet Allahu Dhul Gjelal. Allahu Dhul Gjelal ka thonë: "Wa rafa'na laka dhikrak." Ne ty ta kemi ngrit emrin lart. Allahu Dhul Gjelal ka thonë: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ty të kemi dërguar me të vetmin qëllim që ti je mëshira për mbar gjithësi, për mbar gjallësi. Mos flasim për njeriu, e sidomos për besimtarin, për dashamirin, për ata që e don, e përshëndet, e respekton të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. E pastaj të flasim mbi pejgamberin si simbol i unitetit dhe tolerancës. Fjalë shumë të ëmbla, fjalë shumë të bukura. Unitet, vetëm fjalën ta thosh, unitet është ëmbëlsi, është kënaqësi. Po fjala tolerancë është ëmbëlsi, është melhem i shpirtit të besimtarit. Andaj ka qenë simbol i unitetit dhe i tolerancës Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur, i ka dhënë dekret, i ka dhënë dëftesë, diplom Allahu Dhul Gjelal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë: "Wa innaka la ala khuluqin azim." Pa më dyshje, pa dyshim, ti o pejgamber, ke një moral të ngritur, ti je një njeri me karakter të lartë. Edhe nëse dikush të ofendon, mundohet të të nënshmon, ai e ka shembullin sikur ca njerëz që fryjnë diellit, po si andalin dritën. Ata lodhen, po dielli vazhdon të ndriçon. Njerëzit mund të lodhen, të bëjnë fotografi, vizatime, karikatura për këtë personalitet, por ata nuk i dëmtojnë atij personaliteti më pak se sa mund t'i dëmtojnë frymat të frymit e njerëzive ndaj diellit. Qëllimi i tij ka qenë mëshirë. Qëllimi i tij ka qenë liukhrijen nase min adh-dhulumati ila nur, por t'i nxjerr mbar njerëzin nga errësira e xehaletit, nga errësira e ignorancës në dritën e besimit. Simbol i unitetit, po. Allahu Dhul Gjelal i ka thonë:
Inna arsalnake kafeten linnasi, beshiran u nadhira. Në ty të kemi shpallur, të kemi zbrit për mbar njerëzimin, mishdërgji si hariqus dhe tërheq qërtus, që të tërheqin vërejtjen, mbar njerëzimin, kafeten linnas, për mbar njerëzim, mëshirë, si hariqus dhe qërtus. Dhe simbol i librit të shpallur nga Allahu Dhul Jalal tek ky njeri është ajeti Kur'anor. Astaghfirullah, bismillah. Ja ejuhan nas, o njerëz, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Unë ju kam krijuar prej një babe dhe një nane, Ademi dhe Hawa. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il. Ju kam bë fise, lagje, fshatra, qytete, kontinente, ngjyra të ndryshme, vende të ndryshme gjeografike, në kohë të ndryshme në të cilat do të jetoni. Li ta'arafu. Qëllimi final i Allahu Dhul Jalal është që ne të njihemi mes vetë. Jo të përqahemi, jo të luftohemi, jo të akuzohemi, jo të hidhrohemi, li ta'arafu, që të njoftohemi. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Po cilë është më i mirë të Allahu Dhul Jalal? I bardhi apo i ziu? Arabi apo jo arabi? I varfëri apo i pasuri? Mashkulli apo femra? Plak ose i riu? Këta barazpesha nuk vlejnë të Allahu Dhul Jalal. To hudhin ndërkam. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i miri të Allahu Dhul Jalal, më i afërti të Allahu Dhul Jalal është ai që ka devotshmëri, ai që është i përkushtuar dhe ka drotë të mos gabon, dhe kënaqet me të mirën e vëllaut sikur ta ketë për vetë, dëshpërohet për një të keqet të vëllaut vet sikur për vetë. Ky është status, katalogu i unitetit ndërnjerëzor. Tha sallallahu alaihi wasallam, la farqa baina arabiyyin wa ajami, wala baina abyadin wa aswad illa bit taqwa. Nuk ka dallim. Te Allahu Dhul Jalal nuk çon pesh. Arab, jo arab. I bardhë po i zi. Kullukum li Adem wa Ademu min turab. Të gjithë jeni bijtë e Ademit alayhi salam, e Ademi alayhi salam i krijuar nga toka. Vallë mos ka ndonjë njeri që ka prej ardhen nga ari, nga florini, nga argjendi, e të na lavdrohet neve se ne jemi nga toka? Jo. Kullukum li Adem wa Ademu min turab. Të gjithë jeni bijtë e Ademit alayhi salam, të gjithë. Ndërsa Ademi alayhi salam është nga toka, u kri. Unitet ndërnjerëzor, nëse fton dikush për barazi ndërnjerëzore, nuk ja arrin vlerën islamit. Këto e themi me bindje dhe me argumente. Nuk ka shoqat, nuk ka organizat ndërkombëtare që është kujdesur për barazi dhe unitet ndërnjerëzor sikur Islami. Islami e ka vu kusht që muslimani nëse don të jetë i mirë të Allahu Dhul Jalal, duhet t'i don mbar njerëzit, t'i respekton mbar njerëzit. Dhe zë të dashur, jo rasisht, bash edukatori suprem, bash njeriu më i ngritur, njeriu për të cilin nuk dëshmojmë vetëm ne, por kanë dëshmuar njerëzit e mençur. Ka thonë filozofi Bernaccio, kjo botë në këtë ambient të ashpërsuar, të egërsuar, të përqarë në mes njerëzive, nuk ka nevojë për akuza, për shpifje, për luftime mes vete, por ka nevojë për një njeri sikur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Bernaccio, filozof, jo musliman,
Ka thonë bota sot ka nevojë për një njeri si kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E çka do të bonte si kur tish Muhamedi? Tha, Muhamedi do ta qetësonte botën dhe mbar njerëzimin dhe do t'i largonte hidhrimet, përçarjet, luftimet mes vete, sa të e pi një kafe. Duke pi një kafe e kish kry problemin, e kish qetësu situatë. Dëshmi e jo musliman. Tjetri, Michael Hart, amerikan, jo musliman, ka shkruar një libër që jeni të njohur për ta. 100 persona të mëdhej që nuk i harron historia, numër 1 i tyre, më meritori, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dëshmi e të huaj. Më meritor. Ka përmendë edhe Hazreti Musa alayhi salam, të cilit na i besojmë dhe e duam. Ka përmendë Isaun alayhi salam, të cilin e besojmë si pejgamber dhe e duam. Por ja realiteti që të parin e ka radhitur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pse? Përgjigja ishte se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai i cili i ka mësuar njerëzit për dy botrat, jo vetëm për këtë botë dhe jo vetëm për atë botë, por i ka mësuar për dy botrat, si të jetojmë me mirësi, si të jetojmë në rahati, si të jetojmë në disponim në këtë botë dhe si ta fitojmë jetën amshush. Prandaj sipas tij meriton që ky njeri të jetë i pari, numër 1, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E tash, ka të drejtë, nga se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam duke ndejtur një ditë me disa sahabë vetën, duke pushuar, ka lënë një gjenazë. Sa njerëz me një gjenazë në dorë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha shokëve të vet, qohni, ngriheni se po kalon një gjenazë. Njoni e diti, tha ja Rasulullah, por nuk është musliman ki i vdekuri, ki është jahudi. U hidhru, sallallahu alaihi wasallam, dhe tha qohu, a nuk është njeri? Tha po, qohu. Ngrihu. Ngritu respekton njeriun, pa marë parasysh fejën e ti. Respekton njeriun. Pastaj, nxënësat e ti, si që jemi edhe na, dhe duhet të jemi nxënësat e ti, Ebu Hanifja, rahimahullah, kur therë këtë kurban, e porosit ke familje, që kishte një fqin të krishterë, e porosit ke mos e harron një fqiun, por t'i nxjerr një mish të kurbanit dhe ta zgjedh një pak. Fqiu i krishterë. Njëherë, tha, a i nxjerrët mish të kurbanit, nga mish i kurbanit a i nxjerrët fqiu? Thanë po. Pak ma vorë, tha, more, a i nxjerrët mish nga kurbani fqiu? Thanë po, more, shumë ti, po e përsërit a i nxjerrët mish fqiu, ajo është i krishterë, ti s'po kujdesesh për një musliman, po për një fqi të krishterë. Tha Ebu Hanifja, vallahi, a i keni harru porosin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, ma zale Gjibrilu jusini fil gjari, hatta dhanentu ennehu se jurithuni. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më ka këshilluar Gjibrili për mirësi ndaj fqiut, më ka këshilluar që të sillem mirë ndaj fqiut, sa që mendova se fqiu do të më trashëgon në pasuri. Mendova se fqiu më vetë do të më trashëgon në pasuri. Kështu tha, më ka këshilluar. A nuk është kjo, vëllezër të dashur, signal, porosi, por unitet ndërnjerëzor? Me të vërtetë, unitet. Kur janë këto porosi për unitet ndërnjerëzor, atëherë ku mbetemi ne si musliman, a ke mundësi të mos jemi unik mes vete? Kur e kemi parim kuranor, kur Allah i lartë madhëruar ka thonë, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kapuni të gjithë për litarin e Allahut
dhe mos u ndahni. Urdhër dhe ndalesë. Sa e zbatojmë urdhrin dhe sa i ikim në ndalesë. Në një ajet urdhër dhe ndalesë. Domosdoshmëri për unitet, wa'tasimu dhe ndalim për ndasi dhe përçarje, wala tafarraqu. Kurse si mos u ndahni, jetoni të bashkuar, se e keni urdhër islam. Dhe nuk mund të paramendohet një popull musliman dhe të mos jetë unik, nga se kur nuk është unik, nuk vlen as pak. E humb vlerën. Andaj, musliman pse kanë humb vlerën, flasim në tërsi, pse bota është forcuar, ka përparuar, e dini pse? E dini pse është forcuar, pse ka përparuar, se janë bashkuar dhe janë shkolluar. Musliman nuk janë bashku dhe nuk janë shkollu, prandaj nuk bëjnë forcë. Parim, porosi kuranore, që nuk kemi rrugdalje nëse nuk e zbatojmë. Hapi i parë pas kalimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas shpërnguljes nga Mekka e bekuar dhe kaloi në Medinën e ndriçuar, ishin di hapët e parë karakteristikë që duhet t'i kemi shembull të gjithë muslimanët. Hapi i parë, ndërtimi i xhamisë, nga se xhamia ishte shkollë, xhamia ishte foshnjore, xhamia ishte medresë, xhamia ishte fakultet, ndërtoi institucionin e diturisë. Pastaj hapi i dytë, bashkimi, vëllazërimi muslimanëve. I bashkoi një muhaxhir, një të shpërngulur nga Mekka dhe një ansar, një vendas, i vëllazëroi në pasuri, i vëllazëroi në ndarje të shtëpisë, në ndarje të bagtis, në ndarje të hurmave e kështu me radhë. Bashkim me sinqeritet. Andaj kur u bashkuan, përparuan, kur u ndajtën, dështuan. E kanë zbatuar muslimanët pastaj dhe kanë qenë të bindur me këtë, që historikisht për neve mund t'jese e pa besueshme. Një rast, pasi që erdhi halifa Ebu Bekri radiallahu anhu, e caktoi Omerin El Faruk gjukatës, në Medinë gjukatës. Pas një viti, Omeri u paraqit te halifja te Ebu Bekri dhe tha, unë tërhiqen nga posti. Si gjukatës mo nuk do të rri. Tha, pse o Omer? Tha, ja halifa të Rasulillah, o halif i pejgamberi, o halif i muslimanëve. Nuk kam ndërgjegje të vazhdoj këtë detyrë, nga se unë që një vit që ri në postin e gjukatësit, nuk kanë ardhur di musliman të gjukohen para mu. Një vjet të plot, di musliman nuk janë gatru dhe nuk kanë dalë para gjyqi. Një vjet. Tha Omer, ç'ish ndodhi kjo? Tha, mos u habit. Njerëz të cilët çdo njeri e din obligimin e vet dhe e çon në vend, dhe çdo njeri e din të drejtën e vet dhe nuk lip më shumë se sa i takon. Subhanallah. Që këtu me bo mundal, kjo don punë për një tezë doktorature. Për që këtë? Çdo njeri me përpikshmëri, me sinceritet, e zbaton e çon vend punën e vet, detyrën e vet. Dhe askush prej këtyre nuk kërkon më tepër se sa i takon. Nëse dikush prej tyre smuhet, këta e vizitojnë. Nëse ndron jetë, marrin pjesë në vorrim. Nëse ka nevojë, i ndihmojnë. Nëse nuk din, e mësojnë. Nëse gabon, e këshillojnë. Subhanallah. Fe fima yahtelifun, tha atëherë pse të kundërshtohen këto njerëz? Kjo shoqëri pse të kundërshtohet? Ne këto parime, a i kemi me vete? Jo, andaj kundërshtohen. U tërhoq. Omeri u tërhoq nga gjykata, se nuk kish nevojë që
të gjukon, se s'kish këtë të gjukon. Vëllezër të dashur. Pra, uniteti, sidomos i muslimanëve, është i patjetërsueshëm. Sipas porosive kuranore, sipas porosive pejgamberike, innamal mu'minuna ikhwatun. Allahu dhul jalal thotë, besimtarët janë vëllezër. Fa aslihu bayna akhawaykum. Nëse ndodh ndonjë ngatresë vogël, mos e lejoni jazin të zgjerohet, po më njëherë afroheni. Tha, më shumë ka merita, më shumë ka shpërblim të Allahu dhul jalal një njeri që i pajton di vëllezër musliman, se sa ai që fal natën dhe agjëron ditën. Një njeri fal natën nafile dhe agjëron nafile, ki që shkon i pajton di vëllezër ka më shumë merita. Pra ki ka më shumë merita, pse i pajton di vëllezër. Andaj musliman duke e ndjekur këtë katalog, këtë status, gjithmonë kanë jetuar të bashkuar dhe kanë bërë forcë, nga se ne një shembull shumë të thjeshtë dhe marrim, të bashkuar vlen më shumë, të ndarë nuk vlen, në numra të thjeshtë, e vendojmë një nish që këtu, nish që tu një nish, edhe atje në fund e vendojmë një nish, edhe që atje një. 3 nisha, largalar, vetëm 3 nisha. Po që si afrojmë ato 3 qështu, nuk janë më 3 nisha, janë 111. Me njëherë, po mirë, pse nuk janë 111, pas janë hëllose, largalar janë. Larg për një tjetrit, kur dhe afrohen, dhe vlenë shumë, dhe bëjnë forcë dhe dhe vlenë. Muslimat nuk guxon të jenë larg, duhet të afrohen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na shpjegon në një hadith dhe thot, Allahu dhul jalal ka thonë në hadithi qudsi, ku janë ata që e duan njëri tjetrin për hir të Allahut, ku janë ata që ulen me njëri tjetrin për hir të Allahut, ku janë ata që e vizitojnë njëri tjetrin për hir të Allahut, ku janë ata që e ndihmojnë njëri tjetrin për hir të Allahut. Tha, këta njerëz kur do dalën ditën e gjykimit, do ta kenë një dritë të posaçme, do t'i kenë lakmi pejgamberët dhe dëshmorët, por këto nuk janë as pejgamber as dëshmor, janë besimtarë të thjeshtë, por e kanë dashur njëri tjetrin, do të kenë një dritë të posaçme që do t'i ketë lakmi pejgamberi dhe shahidi. Vetëm pse kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut. Allahu dhul jalal ka pyet Musa alayhis salam. Ka thonë, o Musa, më tregon një punë që e ke bë për hir timin, më tregon një punë ke bë për mua, për hir tim, për hir të Allahut. Tha, o Zot, po unë fali namaz. Tha, namazin e ke për vetë. Tha, o Zot, unë agjëroj Ramazan. Tha, e ki për vete. Tha, unë e lexoj Teuratin. Tha, e ki për vete, mbaje, ja shef hajri. Tha, o Zot, unë ty të përmendi shumë. Tha, e ki për vete. O Zot, tha, po, si da punë beti për ty? Tha, unë s'pëskëm bo kur gjohë për ty. A ka dhe një punë për ty? Tha, po, ka. E cila është o Zot? Tha, a e ke dashur ndo një njeri pa interes për i Zatë Zotit? A e ke dashur ndo një njeri? Ti vëlla musliman, a e ki ndo një njeri që e donë për i Zatë Allahut? Dhe ti kur den nga shtëpia i brengosur, i lodhur, i me siklet, i ngarkuar, nga problemet e kësaj jete, dhe kur del prej shtëpia e takon një vëlla të cilin e don, dhe kur e takon ato, të hiqen ato brengat, se u ke taku me to, se ti e don për Allah. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është mirë ti tregojsh ti vëllau ton, ti thosh, unë ti të du për Allah. Ka zot. Ai do të thot, edhe unë të du ty për Allah, e inshallah na don Zoti neve pas je dum na një tjetër. Motrat muslimane të njëjtën mund ta bëjnë mes vete.
A ki ndonjë motër muslimane të cilën e donë për hir të Allahut? Ja dhuron një CD, ja dhuron një broshur, ja dhuron një fjalë të hajrit. Nëse nuk ki ma tepër, e di çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el kelimatu tayyibatu sadaqa. Fjala e mirë, fjala e bukur, fjala e ëmbël është sadaka. Disa raste, madje në disa raste, fjala e ëmbël e bukur për hir të Allahut vlen më shumë se një sadaka, se ajo sadakaja e ushqen trupin e tij, e mbulon trupin e fukaras, ndërsa fjala e bukur e ushqen shpirtin e tij. Pra njeriu ka nevojë për ushqim shpirtëror ndonjëherë më shumë se ushqim fizik. Pra vëllezër të dashur, kjo është pjesa e parë që të mos e bëj tepër, kjo është pjesa e parë unitet. E pastaj tolerancë. Urdhoni te modeli ynë, kush është ai? Po Resulullah sallallahu alaihi wasallam me dëshmi kuranore, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Ju në të dërguarin keni yrne, keni model, keni shembull. Urdhoni. Si ishte, sa ishte ai sallallahu alaihi wasallam tolerant? Po, ishte shumë tolerant. Ishte shumë tolerant në fillim të davetit, kur nuk kishte ndihmues, kur nuk kishte fuqi, kur nuk kishte pushtet. Por edhe kur u shumu numri, edhe kur u boj fuqishëm, edhe kur e pati pushtetin dorë, përsëri ishte tolerant. Nga se disa njerëz, kur janë të varfër, janë tolerant. Kur janë të dobët, janë tolerant. Kur janë pushtet, janë tolerant. E pastaj ndryshojnë. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ndryshon. Nga toleranca e tij është ajo se kur e dëbun nga Taifi, kur ja gjakosen kryet, kur i ra gjakun fund të këmbëve, kur erdhi Gjibrili me melaçe me engjëllin e kodrave dhe i ofroi, i propozoi, tha o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu dhul Jalal thot, si të duash, këto di kodra i bashkoj dhe këtë qytet e zhduki nga se ty ta gjakosen kryet. Nëse ti pajtohesh, është e krime. Nëse ti pajtohesh, kjo puna është e krime, por ti vendos. Kryet me gjakun fund këmbëve, i ofenduar, i nënshmuar, i raskapitur, derja që shkojnë në këmbë me 100 kilometër për t'ja afru islamin, ata e rëmbyn, e pështyn, e nënshmun, e rahën, e tash, ndoshta ka logjik me thonë, po, jam dakord në zhduken. Tha, jo, o Gjibril, jo, tha. E pse, pse jo? Jo, tha, shpresoj se nga këta do të vinë pasardhës që do ta përmendin Allah. Shpresoj, ani këto e bon, po nuk kanë faj tjere, fëmijët s'kanë faj, e ndoshta nga mesi tyre do të vinë pasardhës që do ta përmendin Allahun. Këtë që ka këndesh ta bëj sot, nuk është realizu, po në të ardhmen, inshallah bëhet, e në të ardhmen, ai qytet e pranoi Islamin. Kjo është tolerancë. Kjo është tolerancë. Një grua plak, i kish marrë disa gjygima, apo disa i brika në atë kohë ju kanë thonë me ujë, si të më pak si të ronë, e mundoshte plakat i qonë të shtëpia, i kishte mbush dikundi, kalon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në fillim të profecisë, në fillim të shpalljes, në fillim të davetit, kaloi kur e pa plakën ja mori, tha, a bën, më lejon ti marrun ti ban? Ani tha, ndihmon, s'ka problem. Ja mori, edhe po hec. Plaka tha, ku e ki shpin ti? Tha, mas shpis tonë, ai se ki shpina ti, kish lënë mbrapa. Tha, pas shpis tonë dhe unë jetoj. Atje banoj. Tha, më vjen mirë pra, që të mos mundoj. Tha, jo, s'ka problem, ti mosu se këldish, mosu merakos, mosu brengos, se unë bashkë këtë rrugë e kam. Edhe ja që plakës deri te dera dhe ja lëshë. Tha, urdhno. Plaka ju drejtu, tha,
O bre gjali mirë, tha ti kone shumë i bukur, shumë i mirë, shumë i menqëm, shumë tolerant, shumë i sjellshëm, ma bone një të mirë. A bane dhe unë të ta kompensoj këtë mirë, tha urdhno, e shiqër. Këtu në Mekë është paraqit një djalë, një njeri e ka emrin Muhammed. Ka qenë shumë djalë i mirë, shumë i urtë, bile patëm quajtur Es-Sadiqul Emin. Ja harum emri Es-Sadiqul Emin, i drejti besniku, i sinqerti. Mirë po ja për fat të kesh na doli ndryshe. Na doli puna ndryshe. Tha pse? Po ai tashti është paraqit si pejgamber. E thot lini këto puta e këto i dhuje, këto e se, mos e pini alkoholin, mos i shtini vajzat të gjalla në toke, mos i bani këto punë, mos hani kamatën, mos e shitni njeriu në trege. Këto punë tha problem është bo. Po unë të kisha këshillu që eventualisht nëse ti takohesh me atë njeri, mos gabot bisedosh se të mbashtron të banë musliman. Të mbashtron mini herë. Ashtu kam dëgju se në bo mu taku me to, shkove, dështove, i la putat e besove Zotë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam u buskesh. Plaka kur e pa, tha, unë ndoshta gabova, tha, si duket mos po ndel ti çaj. Tha jo, ja tha nuk prish punë, po unë dasha t'i bëj sa fjalë me ju, tha se t'jen ki gabim informuar. Ju pas kanë informu gabim. Se unë nuk e përqajta popullin, por dua t'a bashkoj. Dua t'a bashkoj. Dua t'a bashkoj në një Zot. Ndërsa putat është përqarë, nëse kishin një put për trashi, një për dhënë fëmije, një për udhëtime, kështu putat. Tha unë du t'i bashkoj njerëzit në një Zot, t'a besoj një Zot. Dhe du t'i bashkoj digjinit, fëmijët, të kenë drejt të jetës, edhe djali në familje, edhe vajza. Jo djalin t'a ruje, vajzën t'a vorosje. Kjo nuk është bashkim. Tha unë jam bashkë për t'i bashku. Ja tha sa fjalë, atëherë plakë, tha, më falë po, a më tregon si mund të bohem unë muslimanë? Po tha shumë letë është. Vetëm thuaj, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, me bindje, sa ajo kupton të plaka, që do të thotë dëshmoj se nuk ka Zot tjetër pos Allah, dhe dëshmoj se i dërguari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob i tij dhe i dërguari i Allahut. Këtë kuptim, tha thuaje me bindje, tha pomor me bindje do ta them vetëm këtë kaluarën, çka mohet me mu, tha ajo fshinhet krejt. Fillon jeta yte prej çti momenti. Plaka me dëshirë, me lot prej syve, e tha shahadetin dhe shpëtoi jetën. E tha shahadetin dhe shpëtoi jetën. Shumë është kënaqur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur një njeri e ka thonë shahadetin dhe ka shpëtuar jetën. Ka qajtur një herë, pse një fqin që fut kishë ndru jetë e se kishë pranu Allahu një. Një herë duke kalu rrugës, pa një vajzë, një qupë të vogël, duke qajtur. Tha, pse qajnë brebi? Tha, zotnit e njim kanë qunë trek të blesa gjëra e i kam humbur të holla. Sa ke pasur me vete? Tha, 2 dirhem. Shty dorën në gjep, i kish pas 2 dirhem, me të cilët kish dash që blej nga një këmish, një pa vetë, Hasanit dhe Imam Hisenit. Tha, anë, urdhnë tha shko blej, shka ke pas me blej. Shkoj voglushja i bleti, tani ka hukthi rrugës e takoj rrugë. Po qarë, tha, po tash, tha, i kam blej gjërat, po zgudzoj me shku se janë vanu. Kam frikë se dhe të marrahin, dhe të më tërgjojnë. I dërguari, lideri shpirtëror, njeri më i urtë që ka njëftë bota, njeri më i madh që ka njëftë bota, nuk ka kursi ta merë vajzën për dore voglushen dhe që ta qënë të dere zotrive, dhe pas dere tha, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, një zonë po e ndinë mrenda, po s'po e ndinë selam. Edhe një herë për sëriti, edhe një herë,
të 4 herë ndëgjoj një zon prej familjes mrenda wa aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu ya Rasulallah. Doli plakat e dera, tha, urdhno që e mirë të prunit e dera yn ti o pejgamber. Tha, më pruni nevoja. Cila është ajo? Që këtë voglushe që është vanu në treg, ka marrë të ndërmjetësoj, që mos ta dënoni se u ka vanu. Tha, ja Rasulallah, po ne për hirë të ndin ja kemi falë, bile prej tash është e lirë në shkon të baba dhe nana. Ja kemi falë jetën, lirin ja kemi falë, për hirë të ndin. Jo gabimin që është vanu, po e kemi lonë të lirë. Tha, Zoti është përbleft, po pse mërë nuk ma murët selamin herën e pare, dytën e tretën. Tha, ja Rasulallah, ta mirëshim selamin nga dales, që të mos hinder hak, po nuk e ngrishim zërin, që ti t'japish 3 herë selam në shpinë tonë, e ta bekon Allahu shpinë tonë. Ta bekon Allahu shpinë tonë me selamin tonë, o Rasulallah. Shpia jonë u beku, intervenimi i të shpranu, vajzën e kemi liru. U kry. Hajde bio përdore të qënë të baba dhe nona, ti ke qenë obresh, e kanë pagu me të holla, po tash të lirojnë për hirë të Allahut, se ti e shkaktare që na ke pru pejgamberin të dera, e pejgamberi ka përshëndet familjen tonë, bodhe ki që këtë, me këtë e paguve vetë. Kjo është tolerancë. Vlezër të dashur, jo vetëm kur ka qenë i nevojshëm, por edhe kur ka qenë pushtet. Ju e dini se kur është çliru Mekja, pas 8 viteve të hijretit, e ka çliru i dërguar i Mekë. Dhe kur e ka çliruar Mekën janë tubu me klasë. Ato që e kanë dëbu nga shtëpia, i kanë raskapitur ashabët, e kanë dërgu vetë pejgamberin, e kanë ofendu, e kanë nënshmu, e qëka si kanë bërë. Pas 8 viteve kthehet fitus nga dhimtar dhe të bëhen me klasit, para qabes. Mbajti fjalimin politik, fjalimin e rastit, ju drejtu ummetit, ju drejtu popullit, me fjalë të ëmbla të bukurat të tij dhe tha, o populli me kas, ju e dini çka keni bërë në neve, ju e dini çka keni bërë, por ju pyes tash çka mendoni se ne do të bëjmë me ju. Tha, anta al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim. Tha, ti e fisniku, i birit të fisniku të birit të fisniku. Tha, po, unë jam aj, idhebu fa entum tulaka. Shkoni në përshpia të juja, jeni të lirë. Pash Zotin, a ka ndë një lider shtetëror, botëror që mund të bëjë që këtë? Unë kam mendimin se jo, po inshallah ka. Por unë mendoj se jo. Dhe kam bindje se jo. Njeriun të cilin e luftun, e raskapitun, e masakrun, e akuzun, e shpifën, a me ka që mbaroj kjo krejt? E gjithë këti zullum, i gjithë e zullum mbaron me ka që fjallë? Po, me ka që fjallë. Idhebu fa entum tulaka. Shkoni, jeni të falur, jeni të lirë. E qka pruni kjo fjallë? Shumica e pranun islam. Po shumica për tyre e pranun islam. Kjo është toleranca e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka qenë tolerant të vëllezër të dashur. Duke qenë në Medinë, ka ardhur një njeri arabi, beduin, me shpatën në dorë, ka ardhur te xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe takon njerin e parë Medinas, e takon Omerin, radiallahu anhu, Omerin. Kur e pa Omeri si huaj, jo i Medines, me shpat në dorë, pak shtu si qudi erdi, tha, vllai dashur, nga jeti, tha, lartë nga fshatrat. Po që të pruni more këtu në Medine? Tha, unë kom ardhë me një detyrë. Tha, cila është ajo? Tha, me e prej Muhamedit. Sallallahu alaihi wasallam. Tha, qka? Tha, Muhamedin ka marrë ta pres. Ai nuk e din me ko bisedoj. Problemi që ai ta kish ditë se ajo është Omeri, s'kish pas frim me e thonë atë fjallë. Po se din, tha me prej Muhamedin. Ti e prej Muhamedin?
ja kthej dorën, ja mori shpatën, ja nxori rripin që kishte lidhur tesha për brezi, edhe e lidhi për një shtill të xhamisë. Edhe shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha: "Ja Rasulullah, për habith një njeri kishte ardhur me shpatë në dorë me të prej ty." Pejgamberi i trazum, tha: "E ti çka bën?" Kishte frikë mos ka bë diç. Tha: "Jo, s'kam bë kur gjë, vetë e kam lidh." Tha Omer: "Po njeriu nuk lidhet, more, tha, kafsha lidhet." Tha: "Më të letën që ka mujt me bë me e lidh për shtillet xhamis, për direkt." Çu tha më? Unë ngritëm kur shku njeriu lidhë. Tha: "Allah, pse ke ardhur ti?" Tha: "Kom ardhur me prej Muhamedit." Tha: "Unë jam Muhamedi." Tha: "Mirë, s'm pres se jam lidh." Edhe mo qëndron kom ngulës në mendimin e tij. Tha: "A pse je lidhet?" Tha: "Po." Omer tha: "Zgjidhe. Liroja rripin." Tha: "Ja Rasulullah, am lejon, ama falën, se unë nuk kam guxim ta zgjidhi këtë njeri. S'guxoj ta liroj, lirije qashtu." Tha: "Jo, s'ka kuptim." Tha: "Ma bëj halal se s'më liroj." Atëherë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e liroj. Tha: "Hec bëj, a don diçka?" Tha: "Jo." Tha: "Atë detyrë që e ku marr për sipër se ne realizova, unë hec." Tha: "Ndan. Ti tha ustar." Tha: "Po, a mos i unë të përbuk." Po tha: "Jam unë, po." Tha: "Shkoni dikush, u erdhën edhe sa njerëz tjerë. Tha: "Shkoni dikush mos ka ushtim me i pru, asnjë nuk shkon." Tha: "Shkoni te shtëpia ime, te Aisha radhiyallahu anha, pyetnje, mos ka diçka ushtim për këtë njeri udhtar." Shkon Hazreti Aisha, tha: "S'kam kur gjë përveç se një saf, një gotë qumsh." Tha: "Çato me?" Ja pruni qumshin, po e pin. Po e pin, si me ardhë ndars, si me ardhë misafiri ftuar. Po e pin qumshin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Tash kam edhe një propozim tjetër." Tha: "Fol." A kishe pranuar Islamin? Pasi ke ardhur prej ande je taku me mua, a kishe pranuar Islamin? Tha: "O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tha unë s'kam ardhur të bëhem musliman. Nuk kam ardhur primet prej. Po pasi që s'kam mundësi ti bën ç'të dush." Tha: "Jo, më s'baj gjë, mos e ke pranuar Islamin." Tha: "Je i li, hec." Ai po do me shku, po hecën. Omeri: "Ja Rasulullah, mos ma nxjerr prej durrësh këtë njeri." Kueçon këtë. Kam tha unë tash një detyrë me këtë. "Jo me tha, u kri, është një lirë." Ashabët të gjithë disi jo të kënaqur me këtë gest. Çish me liru njeriu që ka ardhur ta pret Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Linje njeriu të lirë në të shkon." Ai ka pas detyrën e vet, s'ka mujt me kry, ne kemi detyrën tonë me liru. A nuk është kjo tolerancë? Eci, deri diku njeriu tani u ndal pak, u kujtu dhe u kthye. Po vin përsëri. Kur erdhi para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha: "Ja Rasulullah, unë po du me dëshmu shahadet." Tha: "Po du me dëshmu shahadet." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para ai e dëshmoi mbrapa e pranoi Islamin. U habitën sahabët. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O vëllai, po mirë ti, pse nuk e para?" Pa që ta kuptoj këto se pejgamberi kish pak ndjenja se këtu ka diçka. Tha: "Po ti hidhrove be këta, disa janë hidhru, po kur ta paraqita unë Islamin, pse ti nuk e pranove?" Tha: "Ja Rasulullah, si kur ta kisha thonë shahadetin qatë herë, do të kujtojshin se nga friga e shpatës. Por dasha të jemi lirë, e tash e pranojmë pasin keni liru, e pranoj shahadetin i lirë, ajo para shpatës." Kështu e kam pranu njerëzit Islamin. O vëllezër të dashur. Pastaj nxënësat e tij e kanë vazhdu, Ebu Bekri tolerancën e ka vazhdu, Omeri, Othmani, Aliu e kështu me radhë. E Aliu radhiyallahu anhu një rast kur ka dalë në di luftim me një jo musliman, në di luftim, e ka gjujt për toke, kur e ka ngrit shpatën, ai e ka pështim. Kur e ka ngrit shpatën, ai përfundi, prej poshtë e ka pështim. Kur e ka pështim, e ka liru. Thanë: "Pse kur u ngrite?" Tha Ali: "Po ti më munde, më në dy luftime, drejta yte është ma hekish kryet." Tha: "Pse çka gjeti?" "Jo," tha, "mbasi mështine, mos kujtosh se ta kam hek kryet, pse nuk e pështim. Mos të kujtosh se që më hakma, se në Islam nuk ka hakmanje, qofshi lidhje."
Omer ibn Abdulazizi, rahimahullah, radiallahu anhu e dini, është halifi 5 i muslimanëve, halifi drejt. Njërë të hinë gjami, e pas ka shkeli një njeri, pak e shkeli, a i tha, more tja, mos jenë verbet, mos jetë qaras, shefa, amiri. Tha, jo vla, tha, nuk jam i verbet, tha, më falë si të shkele. Ato që ishin roja, mrapa, tha, qka jetu i thonë amirit, more? Amiri tha, lini, ma, a i pyti, unë i kalzova. A i pyti, a i e qorë, unë i thash, jo, u kry problemin, një pyetje, një përgjigje, çaj bonit madhe. Subhanallah, kështu kanë qenë tolerant muslimanët e parë, ne të marrim mësim nga këto sfidime të shkurta, të vogla. Duke lutur Allahun xhelal që edukatën islame sipas shembulltyrës pejgamberike me ato të mveshim shpirtin ton, Allahu na mundsof. Të jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yrnek dhe model për jetën tonë të përditshme, Allahu na mundsof. Të jemi tolerant dhe unik mes vete, Allahu të na mundsof. Për këtë kohë që keni harxhuar këtu para neve, Allahu ju shpërblet me xhennetul firdaus. Inshallah na boni halal. Jeni të kënaqur inshallah sa do pak. Nuk i kemi bezdis, inshallah. Allahu ju shpërblet me xhennetul firdaus. Selamu alaikum. Ishin këto fjalë zemrën që hynë zemra tona, dhe përtojnë zemra tona. Dhe unë jam i sigurt se që të gjithë janë të prekur kur kanë dëgjuar për këto shembuj të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si ai pra na ka mësuar se çdo të tolerancë. Dhe sigurisht që kur këto fjalë dhe porosi profetike vijnë nga doktor Zekeria, tashmë i njohur për publikun ton, ju e njihni doktorin qoftë në literaturën e tij, po ashtu edhe në publikimet e tij me ligjërata në CD dhe DVD, ligjërata të mbajtura në simpoziume dhe ambiente të tjera publike dhe në xhamia në Maqedoni dhe të gjithë trevat shqiptare, por edhe në diasporë. Unë edhe një herë shpreh falënderimin tim për doktor Zekeria. Faleminderit. Një falënderim veçantë unë do t'ja kisha bëhe edhe televizioneve tona lokale, të cilat vazhdimisht e kanë gjetur kohën për herë dhe asnjëherë nuk kanë thënë jo në për aktivitetet të tilla, të vlerave, dhe kanë qenë të gatshëm me profesionalizmin e tyre dhe shkallësinë e tyre të na e përcjellin në shtëpiat tona çdo aktivitet islam që ne e kemi marrë përsipër. Dhe lutim Allahun xhaleshanu që edhe më tepër t'i bekoj këta njerëz dhe t'u ashtoj suksesin në punën e tyre. Një duar trokitje për televizionin tonë. Ky është qyteti jo, Kavaj. E quajtur ndryshe Remstamol. E quajtur ndryshe edhe Medinja e Shqipërisë. Quajtur Remstamol sepse këtu ka pas shumë xhamia në historinë e saj. Por është quajtur dhe Medinja e Shqipërisë sepse këtu ka patur edhe shumë besimtarë dhe besimtarë fortë kanë fjalë. Dhe akoma ka shumë besimtarë fortë. Unë shikoj këtë qoftë në për xhamiat tona, qoftë në për ambientet, në për shtëpiat tona, në diskutimet tona, ne shikojmë një diçka të tillë, vëmër. Ka për besimtarëve thot Allahu xhaleshanu në Kur'an, të cilët e dhan besën në Allahu xhaleshanu dhe majtën besën në Allahu xhaleshanu. Ndër këta burra është dhe hoxha i nderuar Haxhi Xhafa, i cili do të na marrë fjalën përshëndetse. Të gjithë e njohin Haxhi Xhafën, i cili që në ditët e para kur është rrëzuar diktatura komuniste, ka qenë i tillë që ka trokitur në përdyrat e pushtetarëve komunistë për të kërkuar rindërtimin e xhamisë në qendër të Kavajës. Dhe kjo është një nga meritat që i takon hoxhës së nderuar Haxhi Xhafës. Një duar trokitje. Vëllezër dhe motrat islam, birë dhe bia, do t'ju përshëndes me përshëndetje nuk klasike, e cilët friten në Kur'anin e shenjtë. Bismillahirrahmanirrahim.
Selamun aleikum tibtun fethuluha halidin. Sadakallahu. Do të komentojmë shqip me gjuhën e namës. Kë ajet Kur'ani thot, paqë mbi ju, begati mbi ju, lumturi mbi ju, futu në shtëpinë e bardhë rini gjithmonë. Shtëpi e bardhë xheneti. Cili do burë dhe gru qoftë se do të lëshoj këtë mesazh, nesër dera është automatike do t'i hapet aty. Qoftë se nuk e lëshoj këtë mesazh, aty dera s'ka për të hapet. Qoftë se do të lëshoj këtë mesazh, ai nga goja aty këtë përfund. Këtë përfund një të nërshë i ala dhe këtë e qërpra. Selam aleikum. Që bjamallë nushme po pristen, që njeri unimi mirësis, ta pastron këta stolisten, vendin e shenjtë njerëzis. Ta pastron këta stolisten, vendin e shenjtë njerëzis. Dërë zemër ta por si bjellin në mëngjes, I dha shpresën gjithësis, si trëndafil me ves. I dha shpresën gjithësis, si trëndafil me ves. Kur kalen aman o Zot, sa gëzim I madhu ba. Këti thonë të I derdhuna, mirë se dhe merhaba. Këti thonë të I derdhuna, mirë se dhe Mustafa. Mirë se vjen Resul I pritun, mirë se vjen për botën barë. Zoti dytë ka porositun, ta udheqësh pa endar. Zoti tyt ka porositun, ta udheqësh pa endar. Mirë se vjen o robi Zotit, mirë se vjen o nuri Ti. Ti e shpresa e kamotit, vetëm Ti e vetëm Ti. Ti e shpresa e kamotit, vetëm Ti e vetëm Ti. Selam aleikum. Zotja shpërblet mira Ti hoxhallarëve ta, hoxhallarëve qytetit, të cilët vazhdimisht na kënaqin me të tilla ilahi dhe me të tilla porosi islam. Në këto momente dëshiroj të falenderoj organizatorët, pra siç e tham, shoqatën Bisare, por nga ana tjetër pa dashur që t'i bëj reklam sepse nuk ka nevojë për një diçka të tillë, edhe Radion Bisare, e cila tashmë është bërë e njohur në familjet tona me programet e saj islam. Zotja shpërblet mirë që të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Është vërtet se populli I Kavajës dim se si të presin miqtë e tij, dim se si të bashkëpunojë dhe të jetë aktiv në për këto aktivitete islame. Unë ju falenderoj nga zemra që ju keni marrë pjesë në këtë aktivitet, ashtu sikur si ju falenderoj nga zemra për nderin që I bëni këtij qyteti me këtë pjesëmarrje. I mbyll sytë për gjithmonë, udhëton të namshin. Ku është Musa, ku është Isa, ku është Jahja, ku është Nuh, ku janë gjyshet, ku janë prindat, tek ata kemi me shku. Ku është Musa, ku është Isa, ku është Jahja, ku është Nuh, ku janë syri loti e vërshon, e pikëlluar që janë
pitëllua qanjalan biri lokës ku të kam. Mos ke flikë jo ke ti amanetin e kam lën. Qumshin tëm që e kam pirë të lutem halal madhën. Qumshin tëm që e kam pirë të lutem halal madhën. Ku është Musa, ku është Isa, ku është Jahja, ku është Nuh, ku janë gjyshet, ku